Përshëndetje shikues të nderuar, jeni me edicionin kulturor të magazinës Art Kultur në RTK. Prekje dhe kujtes nuk është vetëm ekspozit qeramike, por një udhtim estetik dhe emocional që flet me baltën, me kujtesën dhe me shpirtin. Nëpërmjet formave që flasin për feminitetin, historinë dhe përkatësinë, artistja Laura Slamniku Kryeziu sjell për publiku një rrëfim të heshtur, por të fuqishëm, një dialog me kohën dhe trashëgiminë. Si themeluese e Studio Ura dhe një zë i veçantë në artin bashkohor shqiptar, ajo na fton të ndalemi, të prekim dhe të kujtojmë. Sot kemi kënaqësinë të bisedojmë me piktoren Laura Slamniku Kryeziu për këtë ekspozit, por edhe për ekspozitën që do të hapë në Gjakov me datë 13, për lidhjen e saj me baltën dhe për mënyrën se si kujtesa formësohet në përduar dhe vepra. Përshëndetje Laura, mirë se erdhe në Art Kultur. Përshëndetje Albert. Atëherë, fundi majit dhe tani qershori javë shumë të ngjeshura për ty. Një ekspozit në Shkodër, prekje dhe kujtesë, dhe tani po presim një ekspozit tjetër në Gjakov. Si lindi ideja që ta tituloje prekje dhe kujtesë? Mjaft interesante. Ekspozita është e punuar nga balta, si themi e ke formësuar nga shpirti këtë ekspozit, por dhe kjo në Gjakov, çka ka? Atëherë, të dy ekspozitat, si ajo në Shkodër edhe kjo në Gjakov, do të paraqes punët e mia, të cilat janë trajtu në Studion Ura dhe mediumi kryesor është balta. Në fakti vetmi ka aty këtu prekje metale ose ndonjë material tjetër shtesë, po kryesisht është balta. Dhe do të paraqiten disa teknika të qeramikës edhe me një koncept të cilin unë edhe vetë ekspozitën në Shkodër e kam titullu prekje dhe kujtesë. Balta është fakt prekje. Nuk arrihet asgjë pa ndjesinë. Është ai medium që na ofron, na mundson shumë, t'jep ndjenjë, të nxit, sfidon. Edhe normal, pastaj është edhe loja me zjarin ose temperaturat, e që në fund e përmbyllin komplet ciklin e punës ose procesit, i cili është bukur i gjatë si proces, po është edhe shumë përmbushës. E tani, Laura, para se ta, do me thonë, fillonim intervjistë, ma spjegove se si shkon e gjithë procedura e punimit të një pune ose të një projektës, një vepër arti nga balta, ngjyra, forma dhe çdo gjë ose produkti final varen nga temperatura e pjekjes. A ishte kështu? Pikërisht. Do thotë, balta është ai material i cili pa ju nënshtru temperaturave të larta nuk forcohet. Do thotë, fiton rezistencën apo forcën me pjekjen në temperaturat larta. Dhe kur them të larta mendoj 1200-300 gradë. Në anën tjetër nuk është rezistente dhe që të arrihen teknikat të ndryshme, ne duhet luajmë me temperaturat të ndryshme edhe me mënyrat të arritjes. Do thotë mund të bëjmë pjekjen me zjarrin, me dru, me gaz ose edhe me fura elektrike që janë të specializuara për pjekjen e qeramikës. Pastaj janë oksidet, janë glazurat e ndryshme. Me një fjalë, qeramika në vete nuk përmban vetëm baltën, edhe zjarin, po përmban edhe kimin, edhe mineralogjin. Gjitha këto reagojnë brenda furrës dhe japin efektet cilat ne si artisti kërkojmë edhe hulumtojmë. Është një sfidë ta trajtojmë baltën dhe reagimin e saj ndaj prekjeve tona, ndaj oksideve të cilat i aplikojmë, ndaj materialeve, po një gjë është më së sigurt. Balta vetëm organikën e don. Do thotë asgjë inorganike në trajtimin e baltës nuk shkon. Punimet e tua janë mjaft të veçanta, do me thonë, me ç'pash aty ke për atë ndoshta dhe e ke vendosur aty kujtesë, kishe mjaft elemente ilire, të pullave ilire, nga ajo spiralja dhe shumë gjërat e tjera, ornamente që kishe përdorur, dhe me që je piktore, i ke përdorur në pano, do me thonë, ja ke dhënë formën tamam si një pikturë, si një vepër mjaft moderne, për kohën tani. Atëherë, e vërtet është që në punën e qeramikës time shihet piktura. Ndoshta ajo për shkak faktit se unë studiova pikturën, pastaj kalova në qeramikën. Dhe unë e trajtoj baltën, sepse në fund fare balta fillimisht e ka formën, por si medium unë e trajtoj edhe në një sfond të rrafsht, ka tridimensionalitet,
Mirë po, baza është që të pikturohet. Do të unë aplikoj edhe ngjyrën si piktura. Dhe ka kolor. Në anën tjetër kemi elemente aq të bukura, qoftë prej traditës, qoftë prej kostumeve tona etno, qoftë prej të qëndismave që ne i kemi si popull, dhe kur ato unë i aplikoj në punën time dhe posaçërisht në një teknikë specifike që njihet si teknikë japoneze, tonet e ngjyrës janë shumë bukura. Dhe kur piktura dhe balta bashkëdyzon aty del një punë shumë e mrekullueshme. Është një diçka që nuk mund të... Ja këtu për shembull te kjo, mund të ndalim të komentojmë këtu. S'ke nevojë se ti ke këtu, unë kam tek pjesa këtu. Atëherë, bluja e kujtesës time. Para ekspozitës në Shkodër, patëm një ekspozit në Fier dhe u titullua Art në sytë e ëndrave. Dhe unë i trajtova disa punë, po pa i lënë anash do të ato spiralet i lire, që për mendimin tem janë shumë element qofti i ripërtrirjes, qofti i ringjalljes, qofti i jetëgjatësisë, i pafundësisë. Dhe kjo bluja është kujtesë, po që preket në fakt, është e freskët. Është kujtim i cili bashkë me baltën, në këtë rast edhe e ujit, ose e valve, e bën atë kombinimin e dheut, ngjyrës së bardhë, oksideve në mënyrë shumë... Dhe unë i kam qep. Ato kujtesën bazë ëndrave i kam qep, sepse është fragmente të coptume dhe në fund ka ndalë një kompozicion shumë i mrekullueshëm i punës në mur. Po që në fakt është ceramik, nuk është pëlhur, nuk është letër, ka rezistencë. Laura, si të duk, si e përjetove hapjen e ekspozitës në Shkodër? Tani po presim në Gjakov, po të na tregosh njerë si ishte në Shkodër dhe çfarë po pret nga ekspozita në Gjakov? Atëherë, Shkodra ishte mrekullueshme fillimisht. Eksperienca ishte mahnitse, mikpritja shkodrane ishte e pa përshkrueshme se ajo, do thot, ajo që e menaxhonte galerinë Oda ishte shumë e afërt, ardashësit ishin shumë të fillimisht edhe e pritën artin e qeramikës dhe punë të cilat unë i ekspozoja në teknika të ndryshme, unë faktu befasova për mirë, sepse unë e kam pas bindjen që qeramika ekziston në trojet shqiptare, tek ne është një çik më e mangët, as në studimet tona nuk e kemi trajtu, do të thotë, si qeramik dhe unë, po ata u befasuan dhe u vlerësua, do të thotë, profesorët, rektori i universitetit që ishte dhe ishin shumë të befasuar me mënyrën dhe prezantimin e qeramikës. Shumica dërmuese, kur e përmendim qeramikën e mendojmë një gotë, një poqe, një enë, një vazo. Po qeramika artistike është shumë më tepër se kaq. Tani artist ka kufi. Artist ka kufi dhe kur i kemi... Tani edhe si piktor mund t'jesh edhe skulptor në njëjtën kohë, por edhe ndoshta t'jesh artist i performanca me video instalacione edhe shumë pa kufi. Thjesht varet prej kreativitetit dhe sa jemi në cilë. E tani ajo në Gjakov çfarë mund të presim? A ke konceptuar kush do ta kuroj? Do t'jetë aty, do thotë, menaxheri në kuadër të Ministrisë Kulturës, me qenë se kishte mungesë të kujtimin e drejtorit ose udhëheqësit detyrës, në Gjakov me datën 13 do t'jetë ekspozita e radhës, ku gjithashtu me qeramikë, se unë ka vite që trajtoj vetëm qeramikën. Po, domethënë ka 20 vite që e keni hapur studion Ura dhe keni trajtuar qeramikën. Gjithmonë baltën. Nuk t'jep shumë hapësirë për dalë, sepse është proces i gjatë dhe duhemi t'i rim afër qoftë gjatë procesit modelimit, tharjes apo edhe pjekjes. Aty do t'jenë gjithashtu të paraqitura disa teknika në 2 koncepte ku do të paraqiten punë të cilat kanë bëjnë me traditën dhe arkitekturën tonë, me ato çfarë po tentojmë të arrujmë, po qoftë edhe në për punë të qeramikës. Na humbin ato vlerat me kohë, po unë ka raste kur tentoj t'i vullos, sepse qeramika është rezistente dhe si materiali cili reziston kohës, ato do mbesin. Pavarësisht që me kohë humbin edhe i harojmë. Unë tentoj t'i kthej edhe t'i rikujtojmë edhe publikut, të bëj një komunikim me
vizitorët aty edhe ardashësit që të shohin vlerat edhe cilat ndoshta me kohë, me modernizëm, me teknologjinë e re, po i harojnë. Po që shpresoj që... Të vëdhën edhe në ekspozitin e Gjakovës do të kemi punime nga qeramika, që do të fillimisht ato janë punuara në balë, të pastaj piqen dhe bëhet qeramik, ose a mund të themi terakot? Atëherë, terakota është teknik brenda qeramikës. Brenda qeramikës, do me thonë, mirë, atëherë unë në këtë drejtim nuk është se kam shumë informata. Ka dhe punë terakote, ka dhe punë terakote të cilat do ekspozohen. Për këto 20 vite, prej se ke hapur Studion Ura, ke bërë shumë projekte, edhe projekte të tjera, ku ke ndihmuar ndoshta fëmijët, organizatat e ndryshme jo qeveritare, njerëzit e grup moshave të ndryshme, dhe ke bërë projekte të shumta. Sa kanë qenë këto projekte të dobishme, benefitare, nëse mund të themi, për gjithë ata njerëz që kanë marrë pjesë? Dhe sa e di, kemi edhe pamjet, nëse ka mundësi regjia sebi, ti shojmë ato pamje? Projekti Ec me mua, për shembull, një nga projektet që e kemi, na e ke dërguar pamje? Projekti Ec me mua është projekti i cili është realizuar me pjesëtar nga SOS Fshatrat e Kosovës. Atëherë, fillimisht Studio Ura u hap si një studio e vogël e qeramikës, ku unë e trajtoja. Mirë po me shumë interes edhe dëshirën që atë qeramik ta promovoj. Thjesht mos jetë një produkt cilën dikush mund ta blej, po që ta shijojnë edhe tjertë mundësin ta trajtojnë dheun, sepse për mendimin tem dheu është një material i cili ofron shumë, do thotë ka edhe efekte terapeutike. Pavarësisht që unë e trajtoj, do thotë anën artistike, unë e sugjeroj dheun edhe si terapi. Atë mund ta trajtoj fëmiu 12 vjeçar, po dhe një pensioner i cili është i aftë dhe i gatshëm ta trajtoj. Dhe me qëllimin që t'u ofrohet atyre të cilët nuk kanë mundësi ta punojnë, sepse trajtimi i dheut deri në përfundim ka kosto, duhet materiale specifike, duhet pajisje specifike. Ne kemi punu një projekt ose 2, të cilën i kemi ofru Ministrisë Kulturës për mbështetje që fëmijët e SOS Fshatrave, ose kemi pas rastin me hendikosin, kemi pas rastin mandej edhe me sindrom Down, ose qendrën autizmit, ku pjesëtarë të ndryshëm kanë ardhur dhe kanë punu, kanë trajtu. Dhe në përfundim të gjitha këtyre kemi pas ekspozitat e punëve të cilat janë realizu, dhe janë punë të mrekullueshme. Kjo për ndryshe Ec me mua ka qenë një mural të cilën fëmijët e SOS Fshatrave kanë realizu, dhe është i montuar në objektet e SOS Fshatit. Është punë e tyne dhe efektit që ne jep balta tek një i ri apo edhe fëmijë, do thotë kur ne realizojmë diçka prej dheut dhe e realizojmë deri në përfundim, ndikimi, qoftë në zhvillim, është në vetë vlerësim, në vetë besim. Ai arrin të krijojë diçka, kushdo që e bën, dhe ajo ndikon shumë pozitivisht tek personi. Tani, Laura, me ekspozitën në Shkodër, prejke dhe kujtesë, por dhe me këtë që do kesh në Gjakov, qëka dëshiron që t'ja përcjellësh audiencës? Qëka ke dashur që t'i përcjellësh? Atëherë, e para, ajo qëka edhe nga starti kam fillu në fakt, është të synoj që dheu është taj me të jumë që ne mund t'a trajtojmë. Dhe unë shpesh e thamë se dheu është një rruzë dhe e gjithë shtëpia. Të thotë, ne dhe unë e hasim gjithandej. Kota me të cilën pim, pjata nga e cila ushqehemi, lavamani ku lajmë ftyrën, gjitha këto janë qeramik. Pavarësisht si e perceptojmë. Po unë doja që ta paraqisja në një shkallë më ndryshe në artin e qeramikës. Sepse ne e gjejmë në funksionalitetet, në vazot, në pjatën. Toka ku hecim është dheu. Por që trajtohet artistikisht, atë kishim mangësi. Kishim mangësi sepse nuk e trajtonim. Dhe unë është rrugë e gjatë dhe shpresoj që edhe artdashësit, edhe vizitorët atje ta gjejnë edhe ta shohin edhe si art mirëfillt. Art mirëfillt aplikativ. Pasi ne kemi tradit në këtë drejtim të artit, do me thënë, janë gjetur hinesha në fran, vazot, ku ta dihone se ka pasur shumë, nëse shkon tek muzeu, mund është t'i shofësh ato gjitha që janë gjetur që nga koha e lirëve. Më thonë, ti dëshiron t'a vazhdosh traditën? Pa tjetër, po, do të thotë, dheu si
si medium i trajtuar, ajo është në momentin kur është zbulua dhe zjarri. Tash ne kemi një hyneshëm fron me cilën me të vërtet krenohemi dhe ajo është terakota. Po në historinë e njohim në bazë të amforave, në bazë të mbetjeve të artefakteve të cilat kryesisht janë nga dheu. Dhe pse jo unë, përderisa kam njohuri për dheun edhe e trajtoj edhe e njoh si medium, sepse pa e njoh dheun dhe kritikat, ato karakteristikat e tia nuk arrim të realizojmë, atër kam edhe një lloj përgjegjësie që të mbaj edhe traditën, pse jo nga të parat, qofshin edhe nga tavat e dheut, të cilat janë trajtu, po me kohë janë shu. Laura, nëse nuk e diçka për të shtuar rreth ekspozitave dhe do më thënë projekteve të ardhshme, ne këtu do ta kishim përfunduar intervistat, por atëherë jo, faleminderit, megjithatë do doja që të ftoja të gjithë artdashtit cilët janë të interesuar për artin e qeramikës me datën 13 në Galerinë e Arteve në Gjakov, në orën 6:30 do të jetë hapja e ekspozitës. Laura, faleminderit, ishte kënaqësi të të kemi këtu në studio dhe të ndajmë informatat rreth artit, të përpunimit të baltës, apo si që thonim neve përpara kur ishim student mellës, latimit të saj dhe pastaj në fund produktit final punimeve të tua prej qeramikës. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit edhe juve për ftesën. Sot në qytetin historik u shënua 147 vjetori i lidhjes së Prizrenit. Lidhja e Prizrenit ishte një organizim politik i parisë 4 vilajeteve që ishin shumicë shqiptare në perandorinë osmane. Ajo u themelua zyrtarisht më 10 qershor të vitit 1878 në xhamin Bajraklie të Prizrenit, qytet ku deri një vit përpara ishte qendra e vilajetit të Kosovës. Traktatet e Shën Stefanit dhe Berlinit u kishin caktuar territoreve të banuara edhe nga shqiptar, shteteve të tjera pas luftës ruso-turke dhe për këtë arsye shqiptarët u përgatitën për rezistencë kombëtare. Për këtë datë të rëndësishme, kryetari i Prizrenit Shaqir Totaj priti në takim presidentin e Republikës së Shqipërisë Bajram Bekaj. Ata së bashku pastaj ecën në këmbë në të gjithë pjesëmarrësve nga shtëpia e bardhë deri te kompleksi i lidhjes shqiptare të Prizrenit. Pedagogu dhe studiuesi muzikës Raif Hyseni ka marrë certifikatën zyrtare të regjistrimit nga zyra të drejtave të autorit të Shteteve të Bashkuara për shpikjet e tij origjinale në teorinë e muzikës. Inovacionet e tij përfshin një qasje të re në kuptimin dhe zbatimin praktik të koncepteve themelore të teorisë muzikore, veçanërisht rrethin e kuintës, të cilin ai ka rikonceptuar dhe emërtuar Raif Spalm. Sipas Hysenit, metodat e tij përfshin një sistem që redukton ngarkesën njohëse me 80%, duke kërkuar vetëm 20% përpjekje mendore për të kuptuar dhe aplikuar konceptet teorike. Sistemi i ri fokusohet gjithashtu në mënyra të ndryshme të nxënit të mësimit përmes dëgjimit, pamjes dhe ndjesive fizike, duke bërë teorinë muzikore më të arritshme për një gamë të gjerë studentësh. Hyseni, i cili mban titullin Master Edukimit, deklaroi se shpikjet e tij synojnë të modernizojnë mënyrën se si mësohet muzika, duke u larguar nga metoda tradicionale që mbështeten kryesisht në memorizim të rënduar. Në hapësirat e lidhjes së shkrimtarëve të Kosovës u shënua 16 vjetori i festivalit tradicional të poezisë Drini Poetik. Temë diskutimi ishte figura madhore e Gjergj Kastriotit Skënderbeut dhe trajtimi i tij në letërsi shqipe ndër vite. Në këtë kontekst u mbajtën kumtesa, ese dhe diskutime për mënyrën se si shkrimtar të ndryshëm karrilindësit e deri tek autorët modern kanë përjetësuar dhe interpretuar herojnë kombëtar në veprat e tyre. Gjatë festivalit u mbajt edhe një sesion i posaçëm për promovimin e librave të autorëve të ndryshëm, duke përfshirë poezi, prozë dhe eseistik e hulumtime shkencore. Ngjarja u mbyll me ndarjen e mirënjohjeve për autor. Aktivitetet e festivalit do të vazhdojnë në Prizren dhe Kukës. Edicioni 25 i Panairit e Librit Prishtina 2025 do të mbahet prej datës 11 qershor deri më 15 në Pallatin e Rinisë në Prishtinë. Shoqata e botuesve të Kosovës e ka bërë të ditur se edicioni si vjetëm i këtij panairi mbahet me moton Inteligjenca rrjedh nga libri. Kjo shoqatë ka njoftuar se ceremonia e hapjes do të mbahet nesër më 11 qershor në orën 12 dhe se po bëhen përgatitjet e fundit për hapjen e panairit.
Komuna e Vushtris ka shpallur hapjen e konkursit letrar për poezi në kuadër të edicionit të 43 të festivalit Takimet e Poeteshave Shqiptare 2025. Sipas njoftimit zyrtar të publikuar nga Drejtoria për Kulturin dhe Sport, konkursi synon të nxjisë krijimtarinë letrare ndër poeteshat shqiptare brenda dhe jashtë trojeve shqiptare. Të drejtë pjesëmarrje kanë poeteshat mbi 18 vjeç nga të gjitha trojet shqiptare dhe diaspora. Poezi duhet të jenë origjinale, të papublikuara më parë. Fituese do të shpërblehen me çmime prej 500 euro për vendin e parë, 300 për të dytin, 200 për vendin e tretë dhe nga 100 euro për poetet debutuese më të mirë. Sot është dita e dytë e festivalit ndërkombëtar i monodramës Monak 2025, që këtë vit shënon edicionin e tij të 17. Në program sot është festivali i monoperformancës që mbahet në Fakultetin e Arteve dhe mbrëmja mbyllet me premierën e dramës Jo edhe aq pleq që luhet në Teatrin Dodona nga ora 20. Festivali zgjat deri më 13 qershor dhe do të sjellë aktivitete të shumta nga artistët prej gjithë botës. Orkestra shqiptare në Institucionin Nacional për Kulturë Trajko Popokjev në Kumanov do të mbajë koncertin e saj veror më 12 qershor me doajen të këtij institucioni kulturor. Koncerti i dytë me këtë përbërje synon të promovojë edhe zhvillojë skenën muzikore shqiptare në qytet. Muzikantët lokal shprehin ambicien që formacioni të bëhet një platformë për talentet e rinj muzikor të Kumanovës, thuhet në deklaratën e organizatorëve. Pjesëmarrësit në koncert përfshin Ismet Vejselin tenor, Shpëti Mustafën vokal, Zana Zumerin violin, Rami Mustafën klarinet, Ariana Jashari vokal dhe Gjemail Latifin bateri. Për të mos humbur asgjë nga lajmet më të fundit, na ndiqni dhe pëlqeni edhe në rrjetet sociale, aty ku informacioni vjen shpejt dhe saktë. Dhe mos harroni, jemi gjithmonë live në rtklive.com. Të nderuar shikues, ne këtu po përfundojmë Art Kulturën. Ju faleminderit që na ndoqët, mirupafshim në edicionin e radhës nesër.